për lindjen e mesme, për të parë në një këndvështrim tjetër për te Europës, çfarë po ndodh me vetë vendet e Gjirit dhe kush po dëmtohet më shumë nga transporti në kanalin e Hormuzit. Profesor Xhavid Shala, eksperti sigurisë, është me mua në këtë lidhje të drejt për drejt. Profesor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të kemi. Ajo që më bëri përshtypje ishin Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, që duket se ishin më jo aprovueset e armëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Po, këto dy shtete kanë patur problematika në raport me domethënë edhe goditjet e Iranit kanë qenë më të theksuara në këtyre dy vendeve. Njëherë në raport me Arabinë Saudite ka patur historikisht një rivalitet rajonal, domethënë midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Ka patur edhe mosmarrëveshje të mëdha dhe kërcënime etj, po para 2 vitesh ishte Kina që ndërmjetësoi një marrëveshje apo rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe ndërmjetësoi një bashkëpunim midis palëve, bashkëpunim i cili në këtë rast tregoi që është shumë ishte shumë më pas shkurtër dhe arriti në këtë gjendje që është tani. Por këto dy shtete kanë problematikë tash sepse i bie që nëse mbas kësaj marrëveshje do të mbetet ngushtica e Hormuzit nën kontrollin iranian, i bie tashmë që këta për çdo kalim, për çdo duhet paguajnë taksë Iranit, gjë që nuk ka qenë historikisht asnjëherë, as ka qenë theksuar as në marrëveshjen e parë që bën shtetet me Iranin në vitin 2015, marrëveshje e cila u prish nga presidenti Trump në 2018. Pra, kjo është arsyeja që këto të dy si fuqi rajonale menduan që ishte më mirë të dobësoj akoma më tepër, pra të vazhdonte lufta. Ndërkohë që këto në vetvete ishin më tepër si ishin në mbrojtje, nuk u angazhuan fare në sulme, por është diskutuar mundësia opsionit që këto të angazhoheshin në një koalicion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për forcë goditëse. Por me sa duket presidenti Trump nuk mendoj, janë ato që ne kemi theksuar, mendoj që ky konflikt do përfundon shpejt, regjimi do rrëzoj, atje do kishin ndryshim pushteti, gjë që nuk shkon para në asnjë mënyrë sipas parashikimeve izraelite, por edhe të presidentit Trump. Kështu që ai më njëherë e mirëpriti armëpushimin, ky armëpushim i negociuar nga Pakistani është një armëpushim që ju intereson të dy palëve, kështu të paktën duket në analizë, sepse megjithëse bisedimet u ndërprejnë, nuk mund të themi që dështuan, sepse u ndërprejnë, mund të rifillojnë në Islamabad apo diku tjetër, po palët nuk bën deklarata lufte. Pra ashtu presidenti Trump, i cili tha që do filloj bllokatën detare. Në teoritë strategjisë, blokata detare është në shpallje lufte, është po e themi në prak lufte, dhe meqense se këta kanë qenë në luftë, mund ta themi që është një nivel më poshtë se sa lufta. Por bllokata detare mund të japë rezultate kur nuk ka pala tjetër se çfarë të bëjë. Por nëse në këtë rast Irani në kundërpeshë të bllokatës detare të hyrë daleve në portet iraniane të bllokadës të tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të bllokoj komplet zhirjen e Hormuzit. Dhe ku ishim as gjikundi, domethënë këtu dëmtor direkt presidenti Trump, pastaj sepse ai po lufton për zhbllokimin e ngushticës së Hormuzit. Pra këtu ndodhemi para një diçkaje që nuk mendoj se do jetë afatgjat kjo, sepse do rritet shumë presioni, do rriten çmimet, do cënohet përsëri tregu, do alarmohet tregu. Vetëm brenda kësaj nga deri sot që u dha njoftimi për bllokatën detare, përsëri çmimet e naftës kaluan mbi $100. Pra është një situatë mjaft e vështirë, kështu që se s'bën palët përsëri do të gjejnë, pavarësisht deklarimet të Trumpit që nuk i intereson më kthimi i atyre në bisedime, po nëse nuk i intereson çfarë zgjidhje do marrë konflikti. Pra, kur Irani vazhdon të bllokojë apo ngushticën dhe Irani po vazhdon ta bllokojë apo Irani po mundohet të fitojë sa më shumë duke marrë edhe tarifa?
Se prandaj e blokoi Trumpi. Trumpi tha ata që paguajnë tha nuk mund të kalojnë, kështu që do me thënë praktikisht i bie që Irani të ngelet pa para. Po Irani, nëse Irani pa para ka ngelur, nëse Irani do bllokoj Hormuzin, do ngelen edhe të tjerët pa para. Do ngelen edhe vendet e gjirit pa para. Do rritën çmimet e natës. Se vendet e gjirit kanë opsione, ata kanë vendosur në kapacitet të plot transportin përmes tubacioneve që i kanë rivënë në punë, u riparua edhe ai Arabisë Saudite, pra kanë gjetur rrugë alternative. Kurse Irani ishte edhe në sanksione, edhe në vështirësi ekonomike, tani të mbetet edhe pa para të tjera, nuk mendoj që do të arrijë dot gjatë të furnizojë edhe qytetarët e vetë. Irani ka 40 vjet që është në sanksione dhe ka mbijetuar. Dhe kjo është ajo që i gënjejnë edhe Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që meqense ka qenë kaq i dobësuar regjimi, ai mund të kapitullon më shpejt, po nuk është kaq e kollajt të kapitullon te Irani. Ata janë mësuar në trusni, janë mësuar me sanksione. Dhe edhe ata kanë do fillojnë pastaj, nëse do ta ndjejnë që po shtrëngohet trusnia ose po rritet trusnia, këta mund të fillojnë të aktivizojnë proksit e tyre, duke dhënë përsëri goditje vendeve të gjirit apo Izraelit. Pra proksit e tyre i kanë vënë të gjitha, profesor, në këtë, po tani çfarë proksi shkan më ata se? Absolutisht proksit janë shumë fuqishëm të tyre. Mos harrojmë që një proksi nuk është vënë akoma në lëvizje plotësisht, siç është lëvizja Houthi, të cilët po të arritë të bllokojnë pra edhe ngushticën Bab el-Mandeb mund shkatojnë një krizë tjetër akoma ose të barabartë me krizën e ngushticës së Hormuzit. Po Houthit, vetëm se nuk duhet harrojmë se Houthit gjatë luftës në Gaza u përballen me bombardime të jashtëzakonshme amerikane, britanike, franceze. Po tashmë ka vetëm bombardime amerikane dhe izraelite, nuk ka më as franceze, as angleze, as një gjë tjetër. Po e kisha për Rusin, kështu që po filluan ata të bllokojnë Europën, nuk besoj se Europa do rri prapë si spektatore ti shohi. Europa nuk do përfshihet në këtë konflikt, sado që të bllokohen. Europa do të gjejë burime paralele. Europa vetë presidenti Trump thotë hajini blini tek ne, kështu që nuk do përfshihet në këtë luftë Europa për shkak të mungesës së furnizimeve. Normalisht që kërcënimi i furnizimeve apo është kërcënim për sigurinë kombëtare të shumë vendeve të Europës, por ata kanë punuar me alternativa ashtu siç punuan në rastin e konfliktit Rusi-Ukrainë, pra kur ndërpren furnizimet ruse, kështu mund të sepse është parashikuar edhe ky konflikt, kështu që mund gjenden burime të tjera rezervë. Pra, unë nuk mendoj që Europa do të përfshihet. Europa e kanë, ose NATO-ja europiane, po të themi shtetet, nuk është përfshirë dhe nuk do të përfshihet në këtë konflikt dhe ata mund të përfshihen në garantimin e kalimit në kanalin e Hormuzit vetëm nëse vendoset një marrëveshje paqe, një marrëveshje arpushimi. Kështu është lënë. Ka një deklaratë, në fakt, dje sot qeverisë britanike që thotë që ata nuk do ta mbështesin blokadën detare, por do të mbështesin lundrimin e lirë. Lundrimin e lirë në gjën përsik në kushtet kur Irani nuk do ta bllokojë, por nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës sot në orën 10 i bie që të fillojnë blokadën detare, do të shihim se çfarë reagimi pastaj do ketë nga ana e Iranit. Po, profesor, blokada është për anije të cilat paguajnë për të kaluar. Sepse kjo është çështja, se Amerika nuk do ta bllokojë kështu kot, se u ngrit një ditë bukur dhe do e bllokojë. Ajo nuk do që të kthehet në normë që ju duhet të paguani për të kaluar në atë kanal. Njëri variant është ajo që për të hequr gjobvënien e Iranit. Njëri variant. Kurse synimi këtu është edhe sepse çfarë humbet Irani nga kjo nëse quhet kjo bllokadë. Nuk humbet, do humasi ato tarifa, nuk jenë gjë e madhe, por humbin më të madh Irani e ka nëse bllokohen daljet e naftës iraniane. Pra, bllokohen tankrat që shkojnë marrin naftë në portet iraniane. Dhe këto tankra në me tjera janë edhe furnizimet kineze. Pra, këtu ekziston rreziku që të përfshihen edhe aktorë tjerë të fuqishëm siç është Kina. A do ta pranojë Kina në këtë rast që tankrat e saj të bllokohen, kështu që është një problematikë goxha e madhe në këtë raste. Po çfarë mund të bëjë Kina, se Kina nuk është forcë përgjithsisht sulmuese.
pranuese, mund të luaj një rol për si që luajti në fakt edhe u pranua që Kina pati një influencë tek Irani që të kthehet në turizën e bisedimeve. Kina ka shumë rol për të luajtur, Kina mund të furnizojë me armë, Kina ka marrë përsipër furnizimin me sisteme kundërajrore dhe për këtë ka plas një debat tjetër tashmë presidenti Trump po kërcënon vendosjen e tarifave 50% të Kinës në mënyrë që kjo mos të financoj mos të furnizoj Iranin me armatim të përparuar, sepse me sa duket informacionet e inteligjencës amerikane janë sakta në këtë fushë. Pra këtu problemi është se këtu po fillojnë të përfshihen aktorë tjerë të fuqishëm botror, siç është Kina një, po mund të përfshihet edhe Rusia. Mund përfshihet edhe Rusia dhe ka patur edhe dje, siç e keni ndjekur edhe ju, keni transmetuar një bisedë midis presidentit iranian dhe presidentit Putin. Pra, presidentit Putin i intereson kjo situatë që po ndodhi, i intereson vazhdimi i konfliktit, sepse ai siguron fitime më të mëdha dhe ajo suksesi i goditjeve iraniane, suksesi i goditjeve raketore ka qenë pikërisht si pasojë e inteligjencës ruse dhe mbështetja me inteligjencë me sa duket do të vazhdojë. Kjo bën nuk jep kënaqësinë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të presin një kapitullim të Iranit. Nuk ka shanse që të kapitullojë në këto kushte që janë deri tani. Do të shohim pastaj se si do jenë zhvillimet, por mund të jenë skenar të ndryshëm, mund të jetë. Po çfarë kapitullimi, profesor, se domethënë askush nuk pret që Irani të dalë dhe të thotë ne kapitulluam. Nuk ndodh, nuk ka shanse. Kështu që domethënë se çfarë kapitullimi mund të presim nga Irani tjetër, çfarë mund të presim? Se edhe Irani ka shumë për të humbur, se Amerika po mundohet të ruaj atë çfarë edhe Turqia e ka të rëndësishme mos shpërbërjen e shtetit, se pastaj po se ka ende filloi nga brenda kurdët, azerët që përbëjnë gati gjysmën e popullsisë e të tjera. Kështu që edhe Irani ka mbështypjen i di shumë mirë këto probleme që nuk ja zgjidh dot as Kina, Rusia jo, se Rusia s'po zgjidh një Ukrainë, jo më të merret edhe me Iranin. Unë mendoj që Irani ka karta tjera në dorë, ka proksit që nëse këta do fillojnë të veprojnë nëpërmjet këtyre lëvizjeve që ju tha kurdët e tjerë, herë me kurdët nuk ka shanse të veprojnë, sepse nuk do të lejojë Turqia në asnjë mënyrë. Çdo angazhim i kurdëve në konflikt është kërcënim për sigurinë kombëtare të Turqisë dhe këtë muhabet Ky opsion me ta duket ka rënë poshtë, sepse Turqia kërcënon që do të përfshihej në konflikt, që do thotë mund të pushtonte zonat kurde për të krijuar thellësi strategjike apo zonë tampon do të pushtonte zonat kurde të Iranit. Kështu që ky variant bie. Po edhe me Siri njëjtë strategji u ndoq, kurdët u përdorën, pastaj u bë dhe marrëveshja e Turqisë me kurdët. U përdorën kurdët, po ishte presioni i Turqisë që i bëri që Shtetet Bashkuara të Amerikës mos marrin asnjë premtim që ju kishin dhënë kurdëve. Po se Amerika nuk shkon, Amerika mbron interesat e veta, nuk shkon me interesat e atyre që janë atje, apo jo? Humbi edhe reputacionin në këtë rast duke mos i mbajtur premtimin që ju dha kurdëve. Kjo bëri që edhe kurdët e Iranit të mos i besonin shumë. Dhe keni parasysh që ka një shprehje bile te presidenti Trump që ju dha me armë, po i morën për vete. Nuk e di nëse e ke kap këtë shprehje diku në njoftim. Ju dha marrë dhe i morën për vete, nuk vepruan. Në politikë jashtme reputacioni ata kanë interesa, nuk kanë reputacion. Reputacioni i një shteti është një element shumë i fuqishëm, i pamatshëm i fuqisë kombëtare të një kombi. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës luajnë rol të jashtëzakonshëm. Edhe për çdo vend tjetër, reputacioni është i rëndësishëm, siç është i rëndësishëm edhe leadershipi. Pra, emri i leadershipit në botë njihen kombe që kanë patur leadership, që kanë patur një reputacion të jashtëzakonshëm, që kanë dhënë reputacion edhe kombit tyre. Merret që nga udhëheqësi i Indisë e tjerë që fitoi pavarësinë. Pra, këto në aspektin teorik mund të diskutojmë shumë. Pakistani, profesor, ka çuar armatën e saj në Arabinë Saudite, ka qenë një kërcënim drejt për drejt i bërë nga kryeministri, por dhe shefi i ushtrisë ndaj Iranit në momentin që sulmoi Arabinë Saudite, duke qenë se Arabia Saudite dhe Pakistani kanë një marrëveshje për të mbrojtje. Pra,
prap është një problem shumë i madh për Iranin në këtë moment pra. Përfshirja e një aktori si Pakistani nuk është e lehtë dhe natyrisht është në krah të Amerikës, India po ashtu. Pra, përfshirja aktorëve të tjerë e zgjeron edhe më shumë dhe prap kam përshtypjen se aleatët e Amerikës qëndrojnë më fort dhe më lart. Nuk po diskutoj, po puna është se po vinë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po presidenti Trump nuk ka ndonjë problem se ai nuk do garojë më. Mandatit dhe Trumpi nuk mund të hyjë në zgjedhje pa e mbyllur këtë konflikt. Është një problem shumë i madh. Është problem që ndikon edhe atje dhe pranë presidenti Trump do përpiqet ta mbyllë sa më shpejt këtë konflikt dhe unë shpresoj që mos dalë kjo që them unë, po do jemi dhe do ta bisedojmë që nuk do arrin as kushet e marrëveshjes së vitit 2015. Sepse në marrëveshjen e vitit 2015 nuk ka qenë asnjë nga ato kushet që po diskuton Irani sot. Kontrolli i ngushtisë së Hormuzit, nuk ka ndodhur tashmë që po të ishte aq i dobët sa besohet Irani nuk do pretendonte të shtetëzonte ngushticën e Hormuzit. Një ngushticë e cila është shfrytzuar gjithmonë edhe pas të tratatit të detit është shfrytzuar nga gjitha palët. Pra ai po e shfrytëzon dhe po e shtetëzon. Dhe në bisedime ky ka dalë nga pikat jo të vogla, krahas çështjes bërtamore dhe çështjes raketore. Po, por aty është edhe Omani, kështu që e ka pak të vështirë ta bëje vetë me Irani, se ajo ngushticë është edhe e Omanit, jo vetëm e Iranit. Kështu që do me thënë, kam përshtypjen janë presione që luajnë me njëra tjetrën se sa. Irani me Omanin mund bëjnë marrëveshje, Omani nuk është shprehur, faktikisht është kjo që Omani nuk është shprehur se dhe nuk ka patur interes sepse do të respektojë marrëveshjen tjetër, kurse nëse nuk e respekton Irani ka shumë gjasa që të vihet një rregull që të paguhet një taks që nuk është paguar deri tashmë, sepse edhe duke shfrytzuar edhe amandamentet e drejtës detit sipas së cilës domethënë mund të paguhet për ndonjë shërbim. Dhe shërbimin në rast mund të jetë garancia e Iranit për të shoqëruar konvojt apo për të shoqëruar tangaret kur kalojnë. Do gjendet një mekanizëm. Shiko, problemi këtu është të mos tërhiqet i prish punë Amerikës që të paguajë ca më shumë lek Kina se 80% në Kinë shkon. Po, Kina nuk paguan lek fare. Kina është në rregull. Ata bëjnë tarifat të diferencuara. Pastaj Kina po do marrë dhe Omani aty pastaj, po vun tarifat do t'jenë të përbashkëta dhe me Omanin. Nëse si ja merr Irani, do ja marrë Omani me siguri, kështu që kam përshtypjen se nuk besoj se Omani do të përfshihet, nuk besoj që Omani do të përfshihet në këtë lojë, nuk do përfshihet fare. Po do ta përfshin Omanin, se Omani nuk është problemi në këtë konflikt është që mos tërhiqet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç po jep sheja presidenti Trump, po u tërhoqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po e la disa herë shprehu presidenti Trump që ajo ne nuk e përdorim fare ngushticën e tjerë, pra disa herë shprehur, është pjesë e retorikës së tij. Këtu problemet pastaj Irani doli i fituar, edhe kjo është një fatkeqësi e madhe, sepse Irani kthehet në një superfuqi rajonale dhe do ketë goxha probleme, domethënë në linjën e mesme. Dhe nga ana tjetër i bie që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ishin në piedestal të garantimit të sigurisë edhe në linjën e mesme ju tronditet froni aty dhe mund të përfshihen tashmë në atë piedestal do ngjiten edhe Rusia dhe Kina. Pra nuk do jetë një fuqi, po do jenë disa fuqi dhe ky është një problem. Po shpresojmë që presidenti Trump të gjejë një rrugë që mos të tërhiqet nga pa detyruar Iranin që të pranojë një marrëveshje paqe. Po u la kjo thjesht një armpushim i ngrirë, ai do jetë një problematik, një problem i hapur për të ardhmen. Të presim të shohim, sepse presidenti Trump është shumë i vështirë për të lexuar nga ajo çfarë thot. Ajo çfarë thot me atë çfarë bën janë dy gjëra krejt ndryshme. Po, ai e ka këtë, po edhe nga herë thotë dhe e mban. Ka edhe këtë keqe, se thotë dhe e mban pastaj, sepse po ta kemi parasysh për lajmërimet e zëvendës presidentit, thotë shiko mos i merrni me shaka kërcënimet e presidentit Trump, sepse ai ato që thotë e mban.
Pra, i ka të dyja, ka edhe këtë që thonë kërcënimet, po jo paqe. Por edhe ato që thotë i mban, kështu që shumë i vështirë, dy pish i paparashikueshëm, Unë mendoj që do ulën përsëri në tavolinën e bisedimeve. Nuk ka rrugë tjetër. Pse? Sepse arpushimin tashmë duan të dy palët, janë të lodhur të dy palët. Por aty mund të arrijë fillimisht mund të arrijë një marrëveshje e pjesshme. Cila do të ishte kjo marrëveshje e pjesshme? E para që ai ngadalson pasurinë bërthamore, Irani, pra pranon në një farë mënyrë këtë që nuk do ketë armë bërthamore, ul nivelin e pasurimit, pra mund ta uli në 20%, jo në 5% siç kërkojnë amerikanët, mund pranoj një farë kontrolli, liron pjesërisht ngushticën e Hormuzit, të kushtet e tyre, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës nga natyre mund të heqin sanksionet bankare apo sanksionet edhe nga organizata tjera, mund të heqin sanksionet dhe kjo mund të jetë një marrëveshje pjesë që mund të gjasi 6 deri në 1 vit, 6 muaj deri në 1 vit. Dhe pjesa tjetër që është më pa negociueshme, siç është programi raketor, apo siç janë edhe probleme tjera për Iranin, që janë vija të kushtet të dy palëve, mund të mbeten të diskutohen më pas. Pra mund diqet edhe kjo formë, pra. Por unë them në analizë që të dy palët janë të interesuara të ketë një arpushim. Asiguracion mos bëjnë, ato do të mlidhen përsëri, do të negocojnë diçka dhe do ta zgjasin arpushimin, jo 2 javë, po besoj diçka më tepër. Sepse nëse prishet arpushimi, edhe presidenti Trump sot e përmendi përsëri që arpushimi po ecën mirë, pavarësisht se marrëveshja bisedimi dështuan, arpushimi po ecën mirë. Pra, arpushimi presidenti Trump e don. Tashi, e don sepse po përgatiten për diçka tjetër. E don Irani se po përgatiten për diçka tjetër, është problem tjetër pastaj se çdo ndodh më vonë. Po, mendoj që të dy palët janë të lodhur edhe nga trysnik e të tjerëve, sepse edhe Kina pushon trysnik mbi Iranin, sepse nuk i intereson një gjë e tillë, domethënë. Edhe Europa, edhe vendet e zhvilluara pushojnë trysnik mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është vetë konsumatori, qoftë amerikan, qoftë europian, kudo që pushtron trusni në qeveritë e tyre dhe kudo për zgjidhjen e këtij problemi, jo të konfliktit, por thjesht për ngushticën e Hormuzit, sepse konsumatorit intereson pikërisht ajo gjëja që lëviz në xhepin e tij, domethënë. Profesor, faleminderit shumë, të presim të shohim. Kohë interesante. Shpresojmë kohë, megjithëse që gjëra po ndryshojnë nga minutë në minutë. Sa merr një deklaratë Trumpit ose të kujt fillon të bësh një analizë, mas gjysmë ore dori deklarata tjetër dhe raposh analiza. Kështu që do të shohim se ditë të gjëra. Është vërtet. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit ju. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.